Joshua Reynolds ishte në të 70-at e tij dhe i shtruar në spital kur dëgjoi fëmijët e tij duke folur për trashëgiminë e tyre pas shpine. Ai u trondit nga ajo që dëgjoi. Ajo që ai bëri si përgjigje u mësoi të gjithëve në spital një mësim të vlefshëm jete. Ashtu si shumica e banorëve të qytetit të tij, prindrit e Joshuas ishin punëtor me jak blu, kështu ai nuk bëri një jetë luksoze dhe përkundrazi, ju desh të luftonte fort për të marrë atë që donte nga jeta. Ai u martua herët pasi takoi Norën, krejtësisht rastësisht. Ajo ishte një studente e thjesht, libradashëse, e cila u rrit në një familje intelektuale ku të dy prindërit e saj ishin mësues dhe i kishin kushtuar gjithë jetën për çmimit të njohurive të tyre. Ai kujdesej mirë për gruan e tij, e cila shpesh ishte pavëmendshme dhe zhytur plotësisht në shkrimin e librave të saj. Por ajo e vlerësoi shumë kujdesin e tij dhe e quajti atë angjëllin e saj mbrojtës për dekada. Askush në familje nuk u befasuar kur karriera e Norës mori hovë. Librat e saj u pëlqyen nga lexuesit dhe po botoheshin në numër gjithnjë më të madh. Së shpejti çifti u largua nga apartamenti i tyre modest dhe bleu një shtëpi të bukur fshatare, ku Nora kishte qetësinë që i duhej për të shkruar. Në këtë kohë ata kishin tashmë fëmijë, dy djemë të quajtur Dante dhe Sebastian, të cilët u rritën duke luajtur në fushat e bukura të blerta ku jetonin. Fatkeqësisht pas 50 vitesh të gjata lumturie bashkëshortore, Nora u sëmur. Një mëngjes pranvere ajo ndorroi jetë e qetë në gjumë, pa e ditur se si do të shkonin gjërat për burrin dhe fëmijët e saj. Në atë kohë, Dante dhe Sebastian kishin krijuar tashmë familjet e tyre me gratë dhe fëmijët. Pas vdekjes së gruas së tij, Joshua mbeti vetëm. Në moshën 78 vjeçare, ai e dinte se të jetosh vetëm nuk do të ishte lehtë. Pak ditë pasi Nora vdiq, ai ndjeu një dobësi të çuditshme në këmbë dhe u shtrua në spital për një ekzaminim. Ai nuk ishte frikë nga vdekja, por ndërronte të shkonte i qetë në gjumë, ashtu si gruaja e tij. Ai nuk donte të vdiste në një dhomë sterile spitalit të rrethuar nga infermiere. Dante dhe Sebastiani shkuan për të vizituar baban e tyre dhe i gjetën atë në humor të mirë. "Mirëmëngjes, baba. Si po ndihesh sot?" pyeti Sebastiani ndërsa hyri në dhomë. Plaku vetëm puzëqeshi, duke ditur se fjalët nuk duheshin për të përcjellë lumturinë që ndjeu kur pa dy djemtë e tij. "Baba, pse nuk të çojmë në shtëpi? A nuk do ishe më rehat atje?" pyeti djali i tij, Dante. Në ato moment, mjeku i tij ndërhyri dhe tha se baba i tyre kishte nevojë për kujdes të vazhdueshëm, se dikush duhet të ishte afër në rast të ndonjë urgjence. Ky nuk është një opsion për fëmijët, doktor. Ata tashmë janë rritur me familjet e tyre. Një plak i brisht si unë vetëm do t'i pegonte, tha Joshua. Thellë brenda ai shpresonte që fëmijët e tij do ta kundërshtonin. Ai priste me ankth për një përgjigje, por vetëm një heshtje sikletshme mbushi dhomën. Dante dhe Sebastiani ishin të pakëndshëm me fjalët e babait dhe pohuan se ata kishin jetën e tyre dhe nuk do t'ja dilnin dot nëse ai do të jetonte me ta. Megjithatë, ata ofruan të punësonin një infermiere private. Babai i tyre pranoi dhe heshti për disa sekonda. Më pas ai pyeti nëse djemtë e tij mund ta vizitonin më shpesh pasi i mungonin shumë. Pasi u shtrua për pak kohë, Joshua vendosi të bënte një shëtitje të shkurtër jashtë për të marrë pak ajër dhe për të pastruar kokën nga këto mendime të trishtuara. Doli në korridor dhe u habit kur pa që spitali ishte më i qetë se zakonisht. Në atë moment ai dëgjoi të qarjen e mbytur të një fëmie që vinte nga njëra prej dhomave. Ai hapi butësisht derën dhe pa një grua të re, të zbet, të shtrirë në një shtrat të lidhur me të gjitha llojet e pajisjeve spitalore. Një vajzë e vogël, rreth 8 vjeç, ishte ulur pranë saj duke qarë. Në një mënyrë të qetë dhe miqësore, Joshua ju afrua dhe pyeti se çfarë kishte ndodhur. Edhe pse dukej mjaft e turpshme, vogëlushja u përgjigj me shpejtësi me slotëve. Ajo tha se nëna e saj po vdiste dhe se ajo nuk dinte çfarë të bënte. Joshua ul pranë saj duke i ofruar fjalë ngushëllimi. Në përpjekje për ta ngushëlluar, ai kërkoi që t'i tregonte historinë që nga fillimi.
E vogla quaj Ellen dhe ajo dhe nëna e saj kishin jetuar vetëm. Nëna e saj quaj Kate punonte si në punëse dyqanit. Përveç kësaj ajo kishte marrë një punë me kohë të pjesme, që do të thotë se ishte shumë e lodhur çdo ditë dhe ishte e qartë se nuk po e përballonte këtë orar të vështirë. Elena si vinte keq për nënën e saj punëtore dhe u përpoqta kënaqte me çdo mënyrë. Ajo ishte mirë në shkollë dhe për të ndihmuar në shtëpi, mësoi të gatuante dhe të fshinte dyshemen. Por një ditë ndodhi një aksident tragjik që do të ndryshonte tërësisht gjithçka për këtë familje të vogël. Duke u kthyer në shtëpi pas turnit të fundit të javës, nëna e saj e raskapitur, kaloi rrugën pa parë një makinë që po afrohej. Automjeti goditi me shpejtësi të plotë dhe Kate u dërgua me urgjencë në spital. Mjekët bën gjithçka për të kujdesur për të, por ajo ra në koma. Megjithëse kishte mundësi trajtimi në dispozicion si një trajtim eksperimental, ashtu dhe një operacion më invaziv dhe i rrezikshëm, të dyja ishin shumë të shtrenjta dhe familja nuk mund t'i përballonte. Lista e pritjes për një operacion falas ishte gjatë, që do të thoshte se Kate mund të ishte në koma për muaj apo dhe vite duke pritur, dhe çdo ditë shtesë në spital paksonte shanset e saj për një shërim të plotë. Elena ndihej e pa shpresë. Joshua e ngushëlloi sa më mirë që mundi dhe më pas u kthye ngadalë në dhomën e tij, duke menduar se sa e padrejtë mund të jetë jeta për disa njerëz. Të nesërmen përpara se të fillonte trajtimin, Joshua u ndal në dhomën e spitalit për të kontrolluar Ellen dhe Kate, dhe zbuloi se gjendja e Kate mbetej e njëjtë. Megjithatë, gjatë kthimin në dhomën e tij ai dëgjoi zëra që vinin nga brenda, dhe kur kuptoi se zërat e kujt ishin dhe çfarë thoshin, u trondit. Ishin Dante dhe Sebastiani. Ata po debatonin ashpër, si kur e urrejnin njëri tjetrin. Baba i tyre, i cili nuk i kishte parë kurrë të ziheshin mes tyre, ishte i befasuar. Ai u ndalte dera për të dëgjuar se çfarë po ndodhte. Në ato moment, me shumë sharje dhe fjalë të shumta urrëtieje, dëgjoi Dante të thoshte: "Çfarë të bën të mendosh se vila duhet të lihet ty? Unë jam djali i madh." Sebastiani u përgjigj me fjalë të ashpra që do të jehoni në kokën e babait për pjesën tjetër të jetës. "Ti ke vetëm 2 djem, unë 3. Mund të mjaftohesh me apartamentin dhe gjysmën e parave nga shitja e librave të vjetër të mamas. Kur plagu të vdes, do të shikojmë kujt ja lë gjithçka. Do të jeni i bindur që do të kaloj shumë kohë dhe të jesh i sigurt që nëse nuk më jepet mua, do të padis për çdo qindark të fundit." Joshua u largua nga dera, pa mundur të duronte urrëtien që buronte nga dhoma e tij e spitalit. Ai u tmerrua kur mendoi se fëmijët e tij po ziheshin mes tyre për trashëgiminë e dikujt që ishte ende gjallë. Papritur ju kujtua sjellja e fëmijëve të tij përpara se të shtrojnë në spital dhe kuptoi se ata kurrë nuk ishin qenë veçanërisht të dashur apo të vëmendshëm. Fakti ishte se librat e gruas së tij të ndjer ishin ende shumë të kërkuar. Në atë moment, Joshua e kuptoi se sa i verbër kishte qenë dashuria e tij teatrore gjatë gjithë këtyre viteve. Më në fund, vendosi të hapte derën dhe të hynte. Dante heshti pothuajse menjëherë. Zemërimi dhe tensioni u zhdukën shpejt nga fytyrat e tyre, ndërsa vëllezërit u përpoqën të fshinin argumentet e tyre me buzëqeshje të rreme. Joshua u habit nga ndryshime papritur dhe drastik humorit. Ai kërkoi menjëherë Sebastianit të thërriste avokatin e familjes dhe taftonte në spital mëngjesin tjetër, në mënyrë që më në fund të bënte testamentin e tij. Vëllezërit u hutuan dhe u përpoqën ta bindin babain e tyre se kishte ende shumë vite për të jetuar. Ata i thanë se ishte shumë herët për të menduar për këtë, por ai ndërpreu fjalimet e tyre false dhe u kërkoi ta linin të pushonte. Ditën tjetër, pikërisht në orën 10 të ditës, avokati hyri me shpejtësi në spital me çantën e tij dhe filloi të shpërndante letrat e kërkuara, ndërsa Dante dhe Sebastian prisnin me durim vendimin fatal. Kur avokati ishte gati të mbante shënime, Joshua buzëqeshi dhe filloi të thoshte vullnetin e tij. Ai tha se do t'u linte nga $5,000 secilit prej fëmijëve të tij.
Përveç kësaj, ai urdhëroi që $150,000 të transferoheshin menjëherë në një klinikë private që do të ofronte trajtimin, kirurgjinë dhe rehabilitimin e një pacienti të quajtur Kate, e cila aktualisht ndodhej në një dhomë në të njëjtin korridor. Fëmijët e tij nuk u besonin veshve. Kur u pyet nga avokati për banesën dhe vilën, i moshuari urdhëroi që të shiten të dyja dhe të ardhurat të ndahej në mënyrë të barabartë me snipërve të tij. Ai donte që ata të merrnin paratë sapo të rriteshin. Ndonse niprit dhe mbesat nuk e kishin vizituar kurrë që kur kishin lindur, ai e dinte se ata ishin vetëm fëmijë dhe të pavetëdijshëm për atë që po ndodhte. Joshua e mbylli testamentin e tij duke thënë se ishte jashtëzakonisht i zhgënjur nga fëmijët e tij, dhe se këtë nuk e priste kurrë prej tyre. Dante dhe Sebastiani u larguan nga dhoma e zemëruar pa i thënë as lam të mirë babait të tyre. Joshua thjesht i buzëqeshi me trishtim avokatit dhe i tha: "Të lutem, duhet i transferosh paratë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur. Jeta e një familjeje varen prej kësaj." Më pas ai shkoi në dhomën tjetër për t'u takuar me vajzën e vogël Ellen dhe nënën e saj. Ellen po i lexonte me zë një libër nënës së saj Kate, e cila ishte ende në koma. "Përshëndetje ju të dyja, si jemi sot? Pas disa ditësh të gjithë së bashku do të shkojmë në një klinikë tjetër, kur Kate do të marrë trajtimin që i duhet. Nuk dua të shqetësoheni pasi avokati im do të rregullojë gjithçka", tha Joshua duke i parë ato të dyja. Me sy të përlotur, Ellen pyeti nëse kjo ishte vërtet. Kur dëgjoi konfirmimin, ajo përqafoi plakun dhe më pas nënën e saj. Shpirti i Joshuas u ngro nga mendimi se para se të vdiste, ai do të mund të bënte ndonjë të mirë dhe të shpëtonte një familje. Joshua qëndroi pranë Kate dhe Ellen për vitet e fundit të jetës së tij. Fëmijët e tij nuk e vizituan më dhe as nuk e telefonuan. Vetëm nipërit e tij erdhën në fshehtësi. Ai u largua nga kjo botë pikërisht ashtu siç kishte shpresuar. I shtrihet në shtratin e tij duke fjetur.